Mosha ime është 88 për momentin. Tash sa, shumë nuk e di. Krejt kohën ja kom kushtu punës. Punon shneta, edhe që thonë, kur të punon shneta, duhet edhe me pas një, që thonë, një rregull të jetës, mos mu dorëzu. Sa të mundës, jetën me që duhet. Sipas statistikave, ka qenë Borova numër 1, numër 2 në Jugosllavi ka qenë kombinati pesë. Edhe për kvalitet, edhe kem punu për ushtri, kem punu edhe veshmadhin to, edhe e kucët. Nuk kom mundësi me ju pagu qesh që hupi ko. Pse është precize, shumë është precize. Kështu duket, ama gjilpona, që është e vogël, do më thonë e ka rëndësinë e vetë. Do më thonë, pa gjilpon, nuk punon rëndësinë. I përkushtuar deri në detajet më të vogla, pa i shpëtuar vëmendjes asnjë pjesë me të cilat ka kaluar pothuajse tërë jetën. Përvoja mbi 6 dekada e ka bërë që defektet e makinerive t'i njoh pothuajse me njëherë, shpesh pa pasur nevojë për një kontroll të gjatë. Në moshën 88 vjeçare, Muhedin Leshi nga Peja vazhdon të mbetet aktiv në një zanat të rrallë, duke qenë ndoshta ndër serviserët e fundit të makinerive të rrobaqepsisë në gjithë rrafshin e Dugazhinit. Mosha ime është 88 për momentin. Tash sa, shumë nuk e di. Krejt kohën ja kom kushtu punës. Ky dyqen të më thonë për mu është një ndihmes jetësore. Unë e qoj ditën një kohë 5 orëshe, për javëve deri në ora 3. Edhe që të që më vinë shushnia, më vinë atët moshës që jemi konshës, mos bojmë ka një bisedë edhe qëto. Unë e qëfëgjoj, për çdo ditë e qëfëgjoj, edhe jo mi rregullt. Do më thonë, në orarën tem punës. Që mi bomë, me shushni, po duhet ka pak më moshë. Punon shneta, edhe që thonë, kur të punon shneta, duhet edhe me pas një, që thonë, një rregull të jetës, mos mu dorëzu. Sa të mundës, jetën me që duhet. Para se të hapte punishtin e tij për servisimin e makinerive të tilla, ai punoi për vite me radhë në kombinatin e njohur të lëkurë këpucëve në Pejë. Ato vite i kujton si periudhën më të mirë të jetës, një kohë që e formsoi profesionalisht dhe njerëzisht, duke i dhënë vlera që i mbajti si udhërrëfyes gjatë gjithë jetës. Unë, mas pari, kur kom marrë që kom kryer edhe shkollën edhe to jem punësuar në kombinat këpucëve. Kombinati këpucëve ka fillu 59 punën. Gjellët e nitën jem i punësuar. Se është dashtë edhe ushtrinë mi krye to krejt obligimet qytetore, mandej jemi punësuar. Kombinati ka qenë fillestar, që thonë me punëtor të ri, me njerëz të ri, fillimi ka qenë i rëndë mjaft, por ja kemi dalë mu zhvillu. Zhvillimi ka qenë shumë i vështirë. Në fillim ka qenë fabrika e lëkurave, mandej pusëria, gradualisht me financimin tonë që e kemi pas, e kemi bu konfeksionin e rëndë
likurave me konfeksionin, fabrikën e peliqeve, edhe ajo, edhe fabrika e likurave të ima, dhe më thonë gjove të ima. Kështu që s'kem pas as ujë mrena në fabrikë, o duke më shku me një enë plastrës, më shku me marrë në rrugë, që ka qenë rruga për Gorozdes Loqë, ka qenë një kru atje, që aty u dushin më shku me marrë. Fillimi ka qenë, do më thonë shumë i rëmë. Kanë qenë ato etiketat, për shembull, kuantën kush për merë për mes mi hup ato, është dasht mi marrë që ato edhe mi dorëzu apët që e kom pru ujin me veti. Që ka hup, gradualisht e kem rrethu kombinatit, 16 hektarë gjysë tokë kem pas, rrugë s'kem pas, kem shku ka rruga stadionit, rruga vjetër, ma vonë, shumë ma vonë o qelë rruga kryesore, tash që eksiston. Kështu që kanë qenë punët vështira, por ja kem dalë. Vullneti njerëzve, punësimi, për çdo 3 muaj kem marrë vajzat për me aftësu. Ka enti i punësimit. Me forcat tona i kemi aftësu. Çdo 3 muaj, edhe i kem punësu. Ma vonë, e kem plotësu numrin, kështu që gradualisht, kur ka pas nevojë, kem plotësu prapë, kur kish nevojë nga enti i sigurimit social. Këto kanë qenë konat tona. Një fabrikë e qytetit të tij të vendjetesës mban mend që ishte ndër më të mirat në ish Jugosllavi. Zhdukjen e saj e konsideron një humbje të madhe jo vetëm për pejen, por edhe për industrinë e vendit. Kem udhëtu, kem ble mjetet punës të reja, më të përcosne. Kem pas asortimanin e shitën, kanë qenë kvaliteti shumë i mirë. Sipas statistikave, ka qenë Borova numër 1, numër 2 në Jugosllavi ka qenë kombinati pejës. Edhe për kvalitet, edhe kem punu për ushtri, kem punu edhe veshmadhin to, edhe e kucët, edhe për shtetet jashtë. Do më thonë, me këto mjete kem arrit punësimin. Mu më vjen keq që erdhen këtë mënyrë që u shu ai kombinat, që ka qenë shumë perspektivë për punësim, që ka absorbu punëtorë. Absorbimi i punëtorëve ka qenë. 2200 punëtorë kem qenë. Të ardhat e kem pas normale, që thojnë, ka herë kem ranë në dobësimet financiare, veç për që sene kanë bo shtëpi njerëzit, për qëti kombinati, jonë bo shtëpi, i kanë shkollu fëmijët, do më thonë, kemi pas harmoni mes veti. Nuk jemi dorëzu me mjetët tona që thojnë kemi heqë. Dikush ka marrë kredit, dikush i ka ardhë aty, ka pas ka 2-3 të konsum, kështu që kemi arrit diçka me të. Po tash që pishit neve u shqitën me mjetet shumë të lira, edhe jo destinacioni, për shembull, që qatë punë që e ka punu, me i punu prapë, po u shqitën.
i shumë punëtor, mjetët e punës i kanë shit me, që thonë, çmime shumë të lira, dhe se i kanë quen në depot për veturina, kështu që ka hup shumë peja. Ka hup, jo vetëm me kombinatin e kpucave, po edhe me fabrika tjera. Tash njerëzit lavdohen në bom qështu, po punësimi është zero. Por që tash, punësimin e kanë lënë sipas mundësive, dikush e ka dikone, dikush ato, shumica po mirën me restorane, me qëto, që nuk janë, që thojnë, perspektive më. Pa pas fabrikat, prodhimi, nuk ka perspektive, s'ka punësim. Do të në pas punësimin njerë, po, tash, nuk u di, to partit ndërvetish këtë qyshe kanë qitë qëllimin. Profesioni i serviserit të makinerive të rrobaqëpsisë u bë pjesë e pandashme e jetës së tij. I përkushtuar vetëm ndaj kësaj fushë, ai thotë se dikur ky zanat kishte një rëndësi dhe funksion të madh pasi industria e tekstilit ishte shumë zhvilluar. Udhëhes, për fillim s'm qenë udhëhes për makina. Do thonë, furnizimin, mirëmbajtjen, e kom pas ekipin tëm, edhe i mërësha, i aftësësha edhe punëshim. E kem pas ekipin për mirëmbajtje. Do më thonë, prej që si kombinat, është dashtë mi pas komplet mirëmbajtjen, që thojnë prej makinave, edhe u sjellshin nxjemin qendrore, që thojnë to punë fizike që i konë. Do më thonë, krejt komplet kem qenë të organizuar. E kem punu. Në dyqan 90-ën, kur kem shu punën komplet. Se unë kom qenë edhe një punë tjetër, që është dashtë 74-ën me ju ndihmu organeve shtetënore. Për teknikë po foli, për teknikë. E 90-ën e kem shu komplet. Se aty ku kom punu, kom pas edhe stazhën e beneficium. Një vjet e gjysh është llogarit. Që ka qenë pesha specifike që ashtu më aromë, më rregjikshme. Pas mbylljes së kombinatit dhe largimit nga puna, Muhedin Leshi nuk u ndal. Së bashku me bashkëshortën në fillim hapën një dyqan këpucësh, ndërsa ai vazhdoi ta kultivonte zanatin që e kishte mësuar dhe dashur gjithmonë. E kom vazhdu privatisht, ky dyqan ka qenë me kpuca, kpucë të risë, se grunë e kom pas në shituar të kpucave, se edhe ajo ka punu në kombinat. Po, kur ka lind fëmija i parë, atëherë gruaja s'ka pas mundësi me punu, e ka shu punën. Ma vonë, që jo rrit djali e 3-4 vjetë, atëherë e ka qelë dyqanin. Dyqanin e kem qelë me kusarinë. Se një kohë sisht, unë përveç që kom punu në kombinat këpucave, kam qenë edhe me komunë për zënë kam qenë. Është dashtë edhe aty në mi u ndihmu
për kuadra. Se s'kan pas mundësi komplet mi pas kuadrat, kom pas koha jem shku në prizren. Komuna prizren Pustaria. Ashtë këtë në dëgju për atë fabrik. Ata vishin mërshin, edhe shkojsh atje, ju ndihmojsha, ishtë isha në punim, kështu që ata u angazhun më dhe s'kishin qysh me më pagu, sistemi punës që ashtu ka qenë. Ma punësun grunë e qenë në dyqanin këtu në pej në qendër, atëherë u punësu shoqja jeme, aty me gjithë me levatit të e brigolve. Ato dy jatë kanë punuar në shqitore. Kështu që komuna është dërtë me ma kompenzu mu ndihmën që e kom dhona, edhe e kanë bërë. Dhe më thonë, edhe aty në kom baskohër, edhe ata jenë zhvillu shumë mirë deri në fund, deri sa u shpartalu Jugoslavia. Sot ai thotë se nuk punon nga detyrimi ekonomik, por nga dëshira për kushtimin ndaj profesionit, si dhe për shkak të mungesës së zanatlinjeve të këtij profili. Tu, unë punoj sa me hup kohë ma tepër, më smëndet, edhe ja kom fillu mi punu, se s'ka kush në peqi i punon. Edhe në këtë rrëthin kretë, tu vinë primoni gji, Mitrovici, edhe Prishtinës, që i kom mështërit që vinë. Që kjo rrëthinja e Gjakovës që peje që kretë që tu janë të interesuar. Edhe kom punoj qëtu, që thujnë me mjetër të lira, nuk punoj, nuk jam profiter. Punoj me sanët. Nashta dikush më kritikon, nuk për e pagun sa duhet, po une ma shumë kom qef jam solidar. E di gjendjen e njerëzve që shekan, me që to punojnë, majnë shpi, është të pedatën edhe njerëzët. Që të mos gratë që janë familjare, i kanë thmite, i kanë të Mas luftës janë punësu njerëzit që i kanë shu punën shumë vende, edhe atëherë është dashtë gjithë kush me punu të shpija, të shka, kështu që mas luftës ju është ofru ndihma, veç për me ju ndihmu, që thujnë, për mos mu pëdat me shku në për vende tjera. Që me shku në Shkupe, me shku në Nishë, në Për para s'ka pas në Kosovë, kush i kanë punu në Shkup, që jo mos më shumë. Që unë për para këtu, edhe makinat që janë qëkrunë, llogaritjes, këto i kom punu. Gjyqit, komunës, ente sigurimit social, me qëto jam pedal. Përveç punës që e kom pas, i kom ofru edhe ndihmë. Sipas tij, nëse puna do të vlerësohej vetëm nga aspekti financiar dhe në përputhje me kushtet e sotme të jetesës, do të ishte e vështirë që nga ky profesion të mbetej fitimprores. Nuk kom mundësi me ju pagu qesh që hupi ko. Pse është precize, shumë është precize. Kështu duket, ama gjilpona që është e vogël, do më thonë e ka rëndësinë e vetë. Do më thonë, pa gjilpon nuk punon rëndësinë. Ose
vendosja sene, njërën, që që vendos, duhet me ditë pozicionin e gjilponës. Se ka maqina për shembull që në drejtim e duhet me shti penin, ka që me dorë majtë tu, ka me dorë djathtë. Do të thonë, 3 lloje janë, se çdo shtet e ka punu sistemin e vet. Tash që ndalë elektronike, janë dalë shumë përsosë, shumë komplikume me elektronikë. Është ma letë me punu me to, ma të komplikume janë shumë, ka që marrin ko shumë, ama nuk ka llogari me pagu sa hup ko. Megjithatë, të 18 vjeçari nuk mohon se dhe sot ka të tillë riparuese, por thekson se dallimi qëndron te përgatitja profesionale. Ka, për shembull, ta që nuk e kanë kry nga unë e shkollës. Ka, për shembull, rroba qepsat janë marrë me to, edhe që aty interesimi, për shembull, ka është tregu dikush ma shumë, kështu që e ka marrë me punu, e u ka ndihmuar, njëri tjetri ty ndihmuar, kështu që. Po, ama me shkollë s'ka pas. Që unë edhe në Beograd e kom kry. Beograd kom kry. Unë e kom kry edhe shkollë tjetër, po nuk është veç kjo, po ato kanë qenë plotësuese. Ato plotësuese. Do të thonë, përpara është dashur me ditë, kur këj punu, është dashur me ditë gjuhën mirë, me përkthy serbisht ka qenë qirilicën, me përkthy, me fol edhe me shkru, shkrimi. Do të thonë, po ato kanë qenë plotësuese. Ta kanë pagu për shembull përveç që ka qenë e rregullt, ajo edhe plotësuese. Edhe pse Pejen e konsideron qytetin e tij, Muhedin Leshi ka lindur në Gjakovë dhe mbart një histori të gjatë familjare, e cila është e lidhur ngushtë me këtë trev. Na jemi familje e madhe, që mbi emrin Lesh Gjakovës, po jemi të shkepun që baba jam ka qenë edhe në Shkup, në Prizren kem pas edhe në Shkup. Mu 2 motra më kanë lind në Shkup. E kem pas dyqanet tona, e kem pas tregtinë lirë atëherë e kanë punu. Se përpara jemi marrë me likurat. E më shumici kanë shit në Greqi, shka po di unë, në probleme tjera. Likurat, pasullin, orrat, to kanë qenë. Në Prizren e kem pas 600, dyqanin, e shpinë e kem pas. Atje, na imi këthy në Gjakovë, Agja më ka metë në Prizren. A i ka qenë tregtar që ka punu me jahudi ma shumë. Kem pas edhe një moment që kur i kanë ndjek jahudit pi Greqisë, pi shka po di unë, Shkupit e këtëne, ja 4 familje i kanë strehu baba jam, në Gjakovë. Jahudive, po folje. Sot tash e kanë qelë në Prishtinë një tavull, aty është edhe emri i babës jam. I 12 me Gjeladin Leshi. Po, atëherë janë largu, kanë pështu ato familje që ju kemë bo letë i njoftimit, ju kemë bo kretë dokumentacionin, kanë fletë në shpi. I kemë vesh me teshat tona, nonat e të, unë e kam qenë i vogël, kam qenë thmi, edhe që kom ditë vesh me stafirë, s'kom ditë,
a kush janë ata janë. Ma vonë, normal, e kem ditë që e kom pas motrat, unë kam qenë maj vogli në shpinë teme. Maj vogli. Do më thëmë maj rivu. Nuk e kem ditë. Ne kanë kontrolu Gjermante, ne kanë kem vujtë. Më të ka du drejtë, një me i pëdatë shumë. Kur keni arë në qytetin e Pejës? 51. O mas shkollës që kom kry 8 veçare, kom qenë në Karagaq, shkolla kërë qenë e para në Karagaq, aty kom fillu. Edhe kom vazhdu. Përkundër sfidave, sakrificave dhe vështirësive që ka kaluar gjatë jetës, ai ndihet jashtëzakonisht i lumtur që edhe sot vazhdon të jetë aktiv duke dëshmuar se dashuria për zanatin nuk një mosh dhe se përkushtimi i vërtet mbetet i gjallë deri në fund. Do më thonë, motivi është për me ndrejtë ma shumë. Se une nuk kom qenë qaq që thonë i më varën për i kësaj pune, vetëm mas pare e di që është dashtë popullatës me ndihmu diçka. Me ndihmu. Edhe ja kom fillu gradualisht ka pak kështu solidare, me marë që thonë për haxhimet kështu shtëpijake diçka të qështu që. Ja kom vazhdu. Edhe sot e vërtoj, sa dalë për shembull mushitit, e mi që duhet mrapa mushitit, ajo është për mu, që thonë, një dëm i ma. Se shtmejta e donë që thonë aktivitetin.